të cilë e kom përkthyer në gjuhën tonë, të cilë e ka domethënin përdore aq që ta ka dhënë Allahu ose do ta humbish. Pra, falëndrimi takon Zotit, Allahu xhaleshanu, Zoti i gjitha botrave. Le të dërgojmë salavat dhe selam mbi të dërguarin e fundit të Allahut dhe dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, familjen e tij dhe mbi gjithë robërit e tij të Allahut. Vllazër të dashur, e këshilloj veten time dhe juve për besim të palekundut në Allahun, në melekët e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij dhe në ditën e gjykimit dhe në caktimin e Allahut. Thuhet se një njeri, një dietar, çdo mëngjes para se të hapte Kur'anin për lexim, ecste në fush dhe me zë të lartë thoshte me vetvetes: nëse sot nuk e lëvizi trupin tim, si mund të presë zemra ime të lëviz? Një ditë derisa njerëzit e vështronin me habi, ai u tha atyne: njeriu që nuk e përdor fuqinë që Allah ja ka dhënë, ai ngadalë i mbyll dyert e përparimit të tij. Trupi pa lëvizje vdes, ashtu sikur që vdes edhe mendja pa reflektim. Për këtë arsye vllazën, Allahu i dërguar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shumë ajete ka thënë Allahu dhe në hadithe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku thotë me të vërtetë edhe trupi yt ka të drejtë tek ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me don televizën, garimin dhe freskinë e jetës. Ai garonte me Aisha radhiyallahu anha dhe çështë kur humbte, duke treguar se gëzimi është në përpjekje dhe jo në fitore. Shokët e tij vazhduan ta kultivojnë këtë frymë. Hazreti Omeri radhiyallahu këshillonte: mësojnë fëmijëve ato të tuaj, notim, gjuajtjen dhe kalërimin. Pra këto gjëra atëherë ishin të rëndësishme atë kohë. Këto shembuj tregojnë se forca dhe lëvizja, aktiviteti fizik, sporti, rekreacioni nuk janë në kundërshtim me fenë, përkundrazi janë shenjat e saj. Feja nuk e pëlqen dembelizmin dhe pasivizmin, sepse ai që e lë trupin pas dore, shpejt e lë edhe shpirtin pas dore. Shkenca bashkore e konfirmon atë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi shekull më parë: aktiviteti fizik e forcon kujtesën, e ul stresin dhe e mbron zemrën, ndërsa leximi i rregullt, reflektimi dhe mësimi e mbajnë mendjen të zgjuar dhe të gjallë. Një proverb thotë kështu: përdore ose do ta humbësh. Nëse nuk e përdor trupin, ai dobësohet. Nëse nuk e përdor mendjen, ajo pikset. Nëse nuk e përdor besimin, ai venitet. Prandaj kur besimtari falet, ai praktikisht e stërvit edhe trupin edhe shpirtin. Çdo tekbir, çdo ruku dhe çdo sejdë janë lëvizje që e forcojnë trupin, por edhe hapin shpirtin. Ky është një ritëm ku trupi dhe zemra së bashku i përmendin Allahun xhaleshanu. Kur ecim deri në xhami, për çdo hap shkruhet nga një sevap dhe fshihet nga një gjuna. Për këtë arsye vllazër, le ta shfrytëzojmë kohën tonë të lirë dhe të vijmë për namaz në xhami. Kur shkojmë në punë, në shkollë, të nesërme, në mëngjes, le të ndalojmë se pari te xhamia e parë, ku e kemi afër. Ky është fillimi më i mirë i ditës, sepse siç e shohim, përfitimi nuk është vetëm për botën tjetër, por edhe për këtë botë. Ashtu sikur që trupi ka nevojë për lëvizje, po ashtu edhe mendja ka nevojë për ushtrim. Ushtrimi më fisnik i mendjes është reflektimi dhe leximi i Kuranit. Çdo herë kur përpiqemi të shqiptojmë një harf, shkrojnë pra. Kur përpiqemi ta kuptojmë domethënien, truri dhe zemra janë punojnë së bashkut. Por pavarësisht gjithë këtij përfitimi, shumë prej nesh as nuk kanë provuar që ta mësojnë leximin e Kuranit, duke justifikuar se nuk mund të bëjnë. Ka edhe të atill që dorëzohen sapo hasin në vështirësi, duke menduar se nuk kanë aftësi. Harrojmë se fuqia dhe suksesi nuk lindin nga përpjekja e parë, por nga përsëritja. Në dhomën e zhveshjes së njerit prej ekipe më të suksesshme shkruan se kështu thotë: kur asgjë nuk ndihmon, shkojnë dhe shikojnë, thotë, gurthyesin që godet në gur ndoshta 100 herë, pa marr asnjë çajre. Megjithatë në goditjen e 100 guri dahet, jo sepse ajo goditje ishte më e fortë, por pse të gjithë goditjet e mëparshme ja kishin përgatitur rrugën. Ashtu është edhe me ne. Njerëzit shohin vetëm momentin kur guri thyhet, shohin suksesin, rezultatin, ndryshimin, por nuk i shohin qindra përpjekje që kanë përpara kanë ndodhur. Allahu megjithatë sheh çdo goditje tonën, çdo durim, çdo hap drejt të së mirës. Prandaj le të mos dorëzohemi, edhe kur na duket se nuk ka përparim. Nëse na është vështirë në fillim të ngrihemi në sabah,
le ta detyrojmë veten të ngrihemi dhe të këmbgulim. Nëse na është të vështirë të mësojmë leximin e Kuranit, le ta detyrojmë veten të fillojmë dhe të këmbgulemi. Nëse është të vështirë të lëmë mëkatin, le ta lëmë me vështirësi dhe le të këmbgulemi. Atëherë do të shohim se kjo është si me ndihmën e Zotit, pra me këmbgulsinë tonë do të ndalet. Çdo këmbgulje, çdo luftë, sigurisht legjur, pejgamberi alajhissalam ka thënë, këmbguleni të lumit ju nëse këmbguleni, e mbani pra si thonë na besën ose fjalën, kur det diçka se do ta bëjmë. Vëllazër, shprehit tona janë pasqyrë e shpirtit dhe trupit tonë. Pesha jonë trupore tregon shprehit tona ushqimore. Dija jonë tregon sa mësojmë dhe lexojmë. Rregullimi ose rremuja tona tregojnë kujdesin për pastërtinë dhe për rregullsinë. Gjuha dhe veprat tona tregojnë gjendjen e shpirtit dhe të zemrës sonë. Koha e rrit dallimin midis atyre që veprojnë dhe atyre që dorëzohen. Shprehit e mira e kthejnë kohën në alat, kurse shprehit e këqija në armik. Prandaj le ta ushqojmë trupin që të jemi të shëndosh, le ta ushqejmë mendjen që të jemi të mençur, le ta ushqejmë shpirtin që të jemi dhe të kënaqur. Le të falemi rregullisht, të lexojmë Kur'an, të ecim, të stërvitemi dhe të reflektojmë dhe të jemi të dobishëm për veten dhe për familjen dhe për komunitetin tonë. Sepse nëse nuk e përdorim në të mirë atë që Allahu na ka dhënë, padyshim se do ta humbasim. Mirë, po nëse e përdorim për të mirë, Allahu do të na shumëfishojë. Ashtu siç thot në Kur'an sura Nejm, është sura 54 ajeti 39-40 në faqen 525 ku thot: Bismillah, wa an laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yara. Dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e tij do të shihen. O Allah, na ndihmo neve që të jemi besimtarë, që të punojmë, mësojmë dhe nuk dorëzohemi kurrë. Na i forco trupat tanë në adhurim, mendjen tonë në dijeni dhe zemrat tona në durim dhe minjohje. Në bëjë se çdo ditë e jonë të jetë një hap me afër teje. Amin ya rabbal alamin.